tyja pak të madrat kryesor. Këtu do flasim për floririn, naftën, gazin natural dhe pastaj do ta mbyllim me kaq për sot. Ja ku e keni floririn në rritje, vazhdon të kapi këtë zonë që unë kam përcaktuar këtu. Unë mendoj që kjo do vi me val, por duhet të bëj një ulje të drejtën floriri, ndoshta te zona 3500, 3600. Nafta ka filluar tani një cikël të ri nafta për rritje, njëkohësisht dhe gazi natural që unë e kam përmendur javën e kaluar, më duket 2 javë rresht, dhe te kanali im i YouTube-it personal kam përmendur aty që gazi natural duhet ta marrni në veshgim sepse është sezonaliteti i gazit që hyn në shtator, tetor, ftohet koha, ka kërkesë më të madhe, dhe e dyta hyn dhe probabiliteti mes regjin time për të lëvizur për lart të paktën 40%. Ka lëvizur 10% të premten dhe nafta diku te 10%. Gazi natural do lëvizi jo vetëm për atë arsye që u përmendet, sezonaliteti, por është një nga zgjidhjet për problemet e prodhimit të energjisë që të furnizojë këto data center për AI, për inteligjencën artificiale. Është një nga burimet natyrore që ka të mjaftueshëm dhe është i lirë dhe mund të ndihmoj sektorin e zhvillimit të inteligjencës artificiale. Okej? Prandaj mund të ketë një rritje më të madhe se sa 40% që unë kam parashikuar këtu. Do shikoni dhe do ta studioni me kujdes. Këto janë tërheqjet kryesore, unë po e mbyll me kaq për sot. Ju ftoj që të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube-it, në Tradecast. Në çdo javë do bëjmë një podcast dhe do t'ju informojmë për tërheqjet financiare në këtë mënyrë. Por, po që doni të jeni informuar gjatë javës, unë kam një Telegram falas, është komplet falas, nuk kërkojmë asnjë pagese për Telegramin. Shkoni aty, kemi 1300 anëtar, bëni pjesë, linkun e keni më poshtë te përshkrimi. Pastaj, për ju që jeni të interesuar për të marrë më shumë informacione, për të shikuar ca nga idetë e mia gjatë javës, për të tregtuar ndonjë ide që unë ndaj te Discordi, më shkoni te Discordi, e keni me çmim të ulët, për 100 anëtarët e parë kam bërë me vetëm 5 pound në muaj, dhe pastaj çmimi do rritet të bëhet më i lartë sepse do hapet për tregun global. Për shqiptarët kam bërë një ulje dhe mund shkoni aty të bëni pjesë. Kaq do toja. Më ndiqni edhe te YouTube-i im personal sepse bëj një analizë në ditë për çdo treg financiar dhe mbulojmë lajme të ndryshme të asaj dite dhe parashikimet e mia. Atëherë kaq ishte për sot. Faleminderit shumë që keni qëndruar deri këtu dhe shihemi javës tjetër.